Kleopatra ishte një nga figurat më të fuqishme, më inteligjente dhe më të keq kuptuara të historisë antike. Për shekuj me radhë, ajo u reduktua në legjend, në mit romantik dhe në imazh propagandistik të krijuar nga armiqtë e saj romak. Por pas kësaj perdeje, fshihet historia e një sundimtareje që u përball drejt për drejt me fuqinë më të madhe ushtarake dhe politike të botës së lashtë. Ajo arriti për gati 20 vjet të mbajë të pavarur një mbretëri që Roma synonte ta gëlltiste. Kleopatra nuk ishte thjesht një grua e bukur apo një figurë egzotike e lindjes, por një stratege politike, diplomate e rafinuar dhe sundimtare që e kuptonte pushtetin në të gjitha format e tij, nga ekonomia dhe feja deri te simbolika dhe propaganda. Lindi në vitin 69 para erës sonë në Aleksandri, qyteti më i madh dhe më i rëndësishëm intelektual i botës helenistike. Aleksandria ishte një qendër unike, ku filozof, matematikan, mjek, astronom dhe politikan bashkjetonin në një mjedis ku dijet dhe pushteti ndërthureshin vazhdimisht. Biblioteka e Aleksandrisë, edhe pse tashmë kishte pësuar shkatrime, mbetej simboli më i madh i dijes njerëzore. Në këtë ambient u formua mendja e Kleopatrës, një mendje që do të dallonte qartë mes mitit dhe realitetit, mes emocioneve dhe interesave shtetërore. Ajo ishte pjesë e dinastisë Ptolemease, pasardhës të drejt për drejt të generalit Maqedonas Ptolemeu, shokut dhe bashkëluftëtarit të Aleksandrit Madh, i cili kishte marrë Egjiptin pas vdekjes së perandorit. Për gati 300 vjet, Ptolemeasit sunduan Egjiptin si një elitë helenistike, shpesh të shkëputur nga popullsia vendase, duke ruajtur gjuhën, kulturën dhe zakonet greke. Martesat brenda familjes, vrasjet politike, helmimet dhe komplotet ishin pjesë e zakonshme e jetës së tyre. Kleopatra u rrit duke parë se pushteti nuk trashëgohej i sigurt, por duhej fituar dhe mbrojtur çdo ditë. Ajo mori një arsim të jashtëzakonshëm për kohën, duke studiuar filozofi, histori, retorik, matematik, astronomi dhe mjeksi. Burimet antike theksojnë se ajo fliste disa gjuhë rrjedhshëm, përfshirë greqishten, egjiptishten, latinishten dhe gjuhë të tjera të lindjes. Një aftësi që i lejonte të komunikonte drejt për drejt me ambasador dhe sundimtar pa përkthyes, duke krijuar një avantazh të madh diplomatik. Ndryshe nga paraardhësit e saj, Kleopatra kuptoi se për të sunduar Egjiptin duhej të fitonte zemrat e popullit vendas. Ajo u paraqit publikisht si mishërimi toksor i perëndeshës Isis, një figurë qendrore në fenë egjiptiane, duke e lidhur pushtetin e saj me traditat mira vjeçare të vendit. Kur babai i saj, Ptolemeu 12 vdiq, Kleopatra ishte vetëm 18 vjeçe. Dhe u shpall bashkë sundimtare me vllajën e saj të mitur, Ptolemeun 13. Por ky bashkësundim ishte vetëm formal. Oborri mbretëror u nda shpejt në fraksione rivale dhe këshilltarët e vllajit të saj e pan Kleopatrën si një kërcënim serioz për pushtetin e tyre. Në vitin 48 para erës sonë, tensionet shpërthyen në konflikt të hapur dhe Kleopatra u detyrua të largohej nga Aleksandria. Ajo nuk u dorëzua, u tërhoq në Siri, ku filloi të mbledh një ushtri me qëllimin për të rikthyer fronin që e konsideronte të sajin. Në të njëjtën kohë, Roma ishte zhytur në luftë civile midis Jul Cezarit dhe Pompeut. Kur Pompeu u arratis në Egjipt pas disfatës së tij, ai u vra nga këshilltarët e Ptolemeut 13. Por ky veprim pati efekt të kundërt.
Kur Cezari mbërriti në Aleksandri, ai u zemërua nga vrasja një konsulli romak dhe vendosi të ndërhyjë në konfliktin dinastik. Është në këtë moment që historia merr një kthes dramatike. Kleopatra, sipas rrëfimeve të Plutarkut, u fut fshehurazi në pallatin mbretëror, e mbështjell në një qilim apo thes liri për t'u paraqitur para Cezarit. Ky akt nuk ishte thjesht teatral, por një lëvizje llogaritur politike. Ajo e kuptoi se për të mbijetuar duhej të fitonte mbështetjen e njeriut më të fuqishëm të Romës. Takimi i tyre ishte vendimtar. Cezari pa tek ajo jo vetëm hije shi, por inteligjencë dhe vendosmëri. Ai vendosi ta mbështesë në luftën kundër vëllait të saj. Pas një rrethimi të ashpër në Aleksandri dhe përleshjeve të përgjakshme, forcat e Kleopatrës dhe Cezarit triumfuan. Ptolemeu 13 u mbyt në Nil gjatë arratisjes. Kleopatra u rikthye në fron, këtë herë me mbështetjen e Romës. Ajo lindi një djalë, Ptolemeun 15, i njohur si Cezarion, të cilin e paraqiti si djalin e Jul Cezarit. Edhe pse Cezari nuk e njohu zyrtarisht si trashëgimtar, lidhja e tyre forcoi pozitat e Kleopatrës. Ajo udhëtoi në Rom dhe qëndroi atje për një periudhë, duke jetuar në një vilë të Cezarit. Prania e saj në Rom shkaktoi thashetheme dhe pakënaqësi në mesin e elitës romake. Ajo shihej si simbol i ndikimit lindor mbi politikën romake. Kur Cezari u vra në vitin 44 para erës son, situata ndryshoi menjëherë. Kleopatra u kthye në Egjipt për të siguruar pushtetin dhe për të mbrojtur djalin e saj. Roma u zhyt sërish në luftë civile, këtë herë midis Oktavianit, Mark Antonit dhe Lepidit. Në këtë klim të pasigurt, Kleopatra duhej të zgjidhte me kujdes aleancat e saj. Në vitin 21 para erës son, ajo u takua me Mark Antonin në Tarsus. Sipas burimeve, ajo mbriti me një anije madhështore, e veshur si perëndesha Afrodit. Ky spektakël ishte pjesë e diplomacisë së saj. Ajo e kuptonte fuqinë e imazhit dhe ndikimin psikologjik që mund të ushtronte. Marrëdhënia e saj me Mark Antonin u bë një aleancë politike dhe personale. Ata patën 3 fëmijë së bashku dhe ndërtuan një vizion për një rend të ri lindor. Por në Rom, Oktaviani e përdori këtë lidhje si armë propagandistike. Ai e paraqiti Antonin si të manipuluar nga një mbretëreshe huaj. Konflikti kulmoi në betejën e Actiumit në vitin 31 para erës son. Flota e Antonit dhe Kleopatrës u përball me forcat e Oktavianit. Beteja përfundoi me disfat. Antoni dhe Kleopatra u tërhoqën në Egjipt, ndërsa Oktaviani përparoi drejt Aleksandrisë. Në vitin 30 para erës son, me forcat romake në prag të qytetit, gjithçka ishte drejt fundit. Mark Antoni, duke besuar gabimisht se Kleopatra kishte vdekur, kreu vetvrasje. Kur mësoi të vërtetën, ishte tepër vonë. Kleopatra u përball me realitetin e humbjes. Oktaviani kishte ndërmend ta çonte në Rom si trofe në triumfin e tij. Ajo refuzoi të bëhej simboli poshtrimit. Sipas traditës më të përhapur, ajo zgjodhi të vdiste nga pickimi i një gjarpri, ndoshta një asp. Vdekja e saj shënoi fundin e dinastisë Ptolemease dhe pavarësisë së Egjiptit. Egjipti u bë provincë romake dhe Oktaviani, që më vonë mori titullin August, u bë perandori i parë i Romës. Figura e Kleopatrës u transformua nga propaganda romake në simbol të joshjes dhe rrezikut lindor. Por historia moderne e sheha të ndryshe, si një sundimtare të aftë që luftoi për mbijetesën e shtetit të saj. Ajo përdori diplomacinë, inteligjencën dhe imazhin me mjeshtri në një botë të dominuar nga burra dhe ushtri.
Trashëgjimia e saj vazhdon të frymëzoj libra, filma dhe studime historike. Emri i saj mbetet sinonim i fuqisë, bukurisë dhe tragjedisë. Por për te i mitit, Kleopatra ishte mbi të gjitha një mbretëresh që kuptoi se pushteti është një lojë pamëshirshme, ku gabimet paguhen me jetë.